gjendja, situata gjeopolitike me ndryshimet në Amerikë kanë bërë të ndryshojë jo vetëm qëndrimi i ambasadës amerikane, keni parë ndonjëherë ju të dalë ambasada këtë kohë? Mirë, po, jeni sikletosur pak këto ditët e fundit nga çështja që ju ka dalë me lobimin $6 milion. Jo fare, ta sqaroj unë edhe çështjen patjetër. Po, ta sqaroj unë. Se nuk bëhet transparencë. Kush janë donatorët e kësaj shumë? Jo, po si jemi ka dalë personi. Ka dalë personi. Jo, ai është garantori. Garantori. Atëre, kjo nuk i takon fare njerëz Shqipërisë. Kjo është një marrëveshje, po se s'ka efekte. Kjo është një marrëveshje, por nuk ka efekte financiare në raport me sistemin juridik shqiptar. Përsa kohë që Partia Demokratike pranon një shërbim të bërë, të deklaruar sipas ligjeve amerikane, dhe nëse ne do kishim gjëra për të fshehur, pse do ta deklaronim ne kontratën në fara? E para, e dyta, efektet nuk kanë filluar akoma financiare. Pse ne duhet themi 6 milion? Se ka krijuar kjo mbas 3 muajve, mbas dritë hije, atëherë pse nuk dilni ta bëni transparente këtë kontratë? Po ku do ta bëjmë transparente? Sepse ne nuk kemi detyrim. Ne kemi detyrimin të bëjmë transparent për gjërat që paguan Partia Demokratike. Sepse nëse do kemi vetëm 2 momente, po flasun. Pra, lobimet që ka bërë qoftë Lulzim Basha, qoftë Edi Rama me Gonigalin. Dhe problemi i këtyre 2 lobimeve me Amerikën janë se janë bërë në mënyrë të fshehtë. Pra, Lulzim Basha nuk deklaroi 750.000 euro në fara, po ka deklaruar 25.000 euro nga Partia Demokratike. Po mirë, $6 milion mund t'i japin vërtet patriotët, është një shumë e madhe. Po për 2 vjet pse mos japin? 250.000 euro në muaj janë. Dhe nuk është, unë po flas për standardet në Amerikë. Dhe ne nuk mund të themi sot, sepse kontrata mund të prishet mbas 6 muajve. Atëre ne të gjithë mendojnë që ky lobim po bëhet për heqjen e non gratës. Ju pse nuk e pranoni këtë? Po nuk e pranojmë, sepse ne e kemi pranuar çdo gjë që kemi bërë, patjetër që doktori edhe ka deklaruar që unë do loboj, ashtu siç ka deklaruar dhe gjithë proceset gjyqësore që ka bërë. Jo, ai ka deklaruar do loboj pa para. Thash pra. Në fillim. Kjo është problemi. Dhe në asnjë pikë të kontratës e para, sepse ju e dini shumë mirë, hajde se po gënjemi ne, po nuk kanë asnjë lloj arsyeje që politikanë shumë të rëndësishëm në Amerikë, kompani shumë serioze lobuse, të fshehin fakte që nuk ka arsye për t'i fshehur, sepse në këndvështrimin tim, unë jam gati për këtë që po kalon Shqipëria në të gjithë të vite, 6 milion, e disa pak më duken? 600 milion euro jam gati unë të paguaj nëse do ke mundësi, vetëm për të rrëzuar Edi Ramën. Problemi është që ky lobim kërkon... Po çfarë prisni të arrini me këtë lobim? Atëherë, ky lobim kërkon të stabilizoj marrëdhëniet e prishura, sidomos 4 vitet e fundit, të Edi Ramës me njerëzit e Sorosit brenda ambasadës amerikane në shtëpinë e bardhë. Është shumë e rëndësishme. Pra, me të vërtet mendojmë ne që të Donald Trumpi tani e ka mendje se çfarë po ndodh në fshatin shqiptar? Pra ne duhet të lëvizim njerëzit që kanë mundësi të afrohen ke Donald Trumpi, të reagojnë, po patjetër edhe të lobojnë për heqjen e non gradës. Përsa kohë që në vitin e 4, me 19 maj, bëhen 4 vite nga shpallja e non gradës, ne nuk po shikojmë asnjë dokument. Janë senatorët ato, janë kongresmenët amerikanë që i kanë kërkuar Blinkenit të sjellë një dokument. Dhe ndërkohë thuaj që edhe për non gradën. Jo, unë thash jam dakord. Po kontrata, unë jam dakord. Tash të paguan dhe më shumë, patjetër që po. Përsa kohë që një non grada nuk lidhet me fatin e Sali Berishës. Asgjë si kanë bërë Sali Berishës ato, as nuk kanë çfarë t'i bëjnë Sali Berishës. Problemi i asaj non grade e dashur, mbase unë e kam konceptimin e gabuar, lidhet me Shqipërinë, lidhet me goditjen e opozitës. Sepse nuk mund godasësh ti një ish kryeministër pas 13 viteve, ndërkohë që kryeministri aktual po bën skandale që nuk do të kalohen. Dhe kjo është e qartë, prandaj dhe unë kam besimin e zgjedhjeve të 11 majit. Nuk do ketë më ambasada amerikane që do të mbrojë Edi Ramën, nuk do të ketë më administratë ndërkombëtare që do të jetë. Nuk ka alternativë humbje.
ka vetëm një alternativë. Po nëse do humbisni, a do thoni që na i vodhi Edi Rama? Nuk ka, po them, ne nuk shohim alternativë humbje. Ka vetëm një alternativë. Ne fitojmë zgjedhjet, unë me qenë të flas për garancinë e mandatit tim. Unë nuk kam asnjë garanci, do e marr unë mandatin apo një mik apo mikesha ime. Por për numrin 1, unë të jap garanci maksimale që ne fitojmë zgjedhjet. Jam dakord. Ne jemi të gatshëm mbase edhe nëse jemi mbi 71, zoti Berisha e ka deklaruar, jemi shumë të gatshëm që të futemi në koalicion edhe me parti të tjera, pavarësisht se mbase nuk e kemi interesin. Po ne do mi përgjigjesh kësaj pyetje që nëse humbisni, po e marrim në mënyrë hipotetike. A është koha pastaj që të bëhet një shkundje e madhe në Partinë Demokratike dhe në leadershipin e saj? Pse? Çfarë po bën gabim? Jo. Absolutisht nuk jam dakord. Po humbja nuk e detyron këtë gjë? Po nuk jam dakord sepse Sali Berisha të ngriti Partinë Demokratike. Sali Berisha po mbush sheshet. Sali Berisha po 12 vite në opozitë do rini sërish akoma? Po s'është faji Sali Berishës. Kjo është gara e parë e Sali Berishës. Kjo është gara e parë dhe prap nuk janë, po ta marr në konsiderat sikur jemi në kurse të barabarta. Prap nuk jemi në kurse të barabarta. Se bojkotimi i zgjedhjeve të 2019-s ka krijuar këto probleme shumë të rënda, qoftë në pushtetin lokal, po qoftë dhe në administratën shtetërore. Po ju pse nuk ju bashkuat me këta të rinjt? Kush të rinjt? Pse do bashkohemi ne e hapëm partinë, i tham të gjithëve. Jo, pse nuk bëhet koalicion për 11 majin, them unë. Po nuk donin. Ja këtu prandaj them unë që këta të rinjt nuk pranuan dhe zoti Berisha i tha: "Jeni kundra meje, shumë mirë që jeni kundra meje, keni programin tuaj, do mbani programin tuaj, a jeni për të rrëzuar Edi Ramën? Hajdeni, bujrum." Nuk erdhen ato. Pra, Partia Demokratike vetëm 2 persona me i ka mbyllur derën. Lulzim Bashës dhe Enkele Dalibej. Po, këta të dy janë vijat kuqe, po e kemi dëgjuar këtë. Ndërkohë, Adriatik Lapajt i është bërë ftesë. I keni parë memet e kryeministrit që aludon se Lapaj dhe Berisha do të bashkohen pas 11 majit apo? Po dhe nëse bashkohen shumë mirë. Për mua është gjë shumë e mirë vetëm me produktin që të rrëzohet ky pushtet. Kaq. Dhe prandaj thash që ne jemi të hapur dhe kemi bërë thirrjen në mënyrë konsekuente. I kemi thënë, hajdeni, bashkohemi, nëse ju jeni gati për të rrëzuar Edi Ramën. Flitet lart e poshtë që Sali Berisha, kundrejt edhe këtij lobimit fuqishëm, po kërkon jo vetëm po tenton jo vetëm heqjen e non gratës, por po bëhet gati për një vizitë në SBA. Janë këto thashë theme të pavërteta. Dhe nëse do dalin të vërteta, ku ka më mirë? Pse mos shkoj kryeministri i ardhshëm të shkoj dhe të ketë një vend dinjitos në takimin me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, që në fakt është ai që drejton botën. Pse keni qenë gjatë gjithë kësaj kohe edhe gjatë shumë ditëve, 333 ditë, kur Berisha ishte në arrest shtëpie, luftëtare, besnike, avokate, mbështetëse e pazakonte Berishës? Nëse do bëjmë një kthim koke pas, unë nuk kam pas asnjë lidhje me pushtetin e Berishës nga 2005 në 2013. Por, pas situatës në Teatrin Kombëtar, pra me qenë se unë u afrova si aktiviste, si juriste, u aktivizove, po, e vërtet. Dhe unë realisht as nuk e kisha ndërmend që të merresha me parti politike dhe unë nuk e dija kur që do vinte ky moment që unë do kandidoja edhe për deputete. Por, me 19 maj, nisur nga ai perceptim që unë kisha për ambasadën atë kohë, dhe unë fakt edhe thirrjen e kam bërë që me 17 maj 2020 kundra ambasadores, e cila në fakt ka mbajtur një qëndrim jo vetëm kundra interesave të Shqipërisë, por në këndvështrimin tim ka cënuar dhe vetë interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që mua personalisht shpallja non grata e zotit Berisha ishte një gur i zi për opozitën, për Partinë Demokratike, për pluralizmin, për demokracinë, dhe ky ishte ai momenti që me atë idealizmin tim, unë thash, unë do dal në krah të këtij personi, sepse kjo është luftë ndaj Shqipërisë. Dhe me 10 shtator që kam qenë në Rogner, në takimin e parë,
dhe pastaj në të gjithë foltoret në Shqipëri, realisht unë e kam besuar që nëse ti do ecësh në rrugën e drejtë, sa do vranësira, shi, errësirë, drita do dali. Edhe koha e tregoj, mua më vjen mirë që kam zgjedh rrugën që deri tani na ka dhënë rezultat shumë të mirë, po nga ana tjetër kam qenë nga të parat, mbase më lejonte edhe statusi im që isha jashtë Partisë Demokratike, ku 25 ditë përpara shkarkimit ose përjashtimit të Berishës nga Lulzim Basha, unë bëra në fakt një status shumë të fortë kundra tij, sepse më çuditi që ai kishte gjithë verës që ne i kërkonin ndihmë për teatrin, nuk na kthente përgjigje,